E ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn ka lëshuar një mesazh të fortë politik dhe sigurie gjatë ceremonisë së mbylljes së trajnimit të udhëhequr nga FBI për hetuesit e SPAK-ut dhe BKH-s, të zhvilluar në Akademinë e Sigurisë, duke cituar sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Van Horn theksoi se organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të përfshira në trafikun e narkotikëve, përbëjnë kërcënimin më të madh për sigurinë e SBA-ve në hemisferën perëndimore. Sipas diplomates amerikane, këto grupe nuk janë thjesht rrjete kriminale, por struktura që po destabilizojnë shtetet kombë dhe po nxisin emigracionin masiv, duke krijuar pasoja direkte edhe për sigurinë amerikane. Edhe, siç tha sekretari Rubio, organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikimin e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e SBA-ve në hemisferën perëndimore, ku këto grupe po destabilizojnë shtetkombet dhe po i çojnë në emigrim masiv. Ne do të ndjekim me këmbgulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri, duke forcuar institucionet që luftojnë krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve, si SPAK, BKH dhe Akademia e Sigurisë, u shpreh e ngarkuara me punë Nancy Van Horn në ceremoninë e mbylljes së trajnimit të udhëhequr nga FBI për hetuesit e SPAK-ut dhe BKH-s në Akademinë e Sigurisë, duke e bërë të qartë se mbështetja amerikane për institucionet shqiptare të drejtësisë nuk është simbolike por strategjike. Ajo veçoi SPAK-un, Byron Kombëtare të Hetimit dhe Akademinë e Sigurisë si shtylla kyçe në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve, duke sinjalizuar vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me FBI-n dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese amerikane. Mesazhi Van Horn vjen në një moment delikat për drejtësinë shqiptare, ku SPAK dhe BKH ndodhen nën presion të vazhdueshëm politik dhe mediatik, ndërsa nga Washingtoni sinjalet janë të qarta. Lufta kundër krimit të organizuar në Shqipëri mbetet një prioritet i drejtë për drejtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.